unë e konsideroj që diskursi tillë publik po ndikon që diaspora ke çfarë do të ke, të nxjerrin bileta ekstra për to për ndëshkuar të qoftë. Nuk pa demonizim këtu. Zonja Ajupi nuk tha që është keqe e rëndësishme është që kësaj radhës do të jenë siç kanë qenë për vitin e ri ose për verën. Kjo është gabim. E konsideroj për cilin do subjekt politik që shkon ajo vot është në rregull, sepse megjithatë nuk është diaspora përcaktuese. Jemi ne që jemi brenda këtu që jetojmë këtu. Ne ja japim shumicën kujt na do çojë. Njëjtë kështu po votohet brenda. Ata janë produkti juni, i cili votojnë pak a shumë. Kur dojnë ata kur dita zgjedhje mund të votojnë familjarët e tyre në Kosovë. Prandaj duhet të shmangur edhe këtë se po shkuam edhe një herë në një cikël të ri zgjedhor. Me këtë që tash mangim diasporën e konsideroj që numri i tyre ka qenë me qendrë. Prandaj se zoti Kurti nuk duhet me kriju se nuk po e don zonën Osmani. Unë konsideroj që po kemi se nuk është kaq fatmirësisht një parafrim të subjekteve politike. Opozita dhe populli sa zoti Kurti. Tensionin mes subjekteve politike e një stagnim sipas asaj që po e thot zona Hajdari, LDK, PDK edhe AK do të zotohen para prakisht që do ta votojnë zonën Osmani. Mënyrë që zoti Kurti ta kandidojë zonën Osmani që ajo të mos digjet. Po nuk më presë. Nuk ditet opini politik. A citova saktë zonën. Jo falë. Vetëm shkurt. Pra këta duhet para prakisht nënshtrohen. Unë kam informacion sigurt. Shumë mirë që shkon. Informacion sigurt e kam që Albini ka thënë ose del merri 30 nënshkrime jashtë VV-s. 66 vota të mia i absolutisht. Sa nënshkrime ka nënshkrime ka del merri. Del merri jashtë vendosjes edhe i ki votat e mia dhe presidente. Kjo është shumë e qartë është. Pra i ka jap sinjal edhe Albin Kurti po e don edhe këto. Po e don me dal opozita, me thon, "Ok, bën, japim një mandat." Zoti Kurti sa bëjmë bashkë PDK dhe AK dhe LDK? Po. Bojnë 20 diku. 25. I bie që zonja Osmani ka kërkuar që ta fusë edhe PDK në nënshkrime. 31 numër ai ka. A është kërkesë kështu legjitime të themi? Jo, ai ka mujt me marrë edhe nënshkrime. Ka mujt me marrë edhe nënshkrime të deputetëve të Guxës që janë brenda grupit të VV. 8 janë ata. Janë 8. Ata i ka llogaritur si 8 janë brenda grupit parlamentarëve të vendosjes. Po demokrata e ka shumë mirë, ai mund të bëjë pom. Edhe 30 deputet jashtë grupit parlamentar të Zoti Kurti Arben këta të Guxojit janë në VV këta. Kurti po e don. Ai se ka edhe për detyrë për me zgjedh Vjosa Osmanin tash edhe me qenë zoti në vend të zotit Kurti. Për çfarë arsye? Po cili mund të jetë kandidat tjetër potencial që zonja Osmani po përshtot, kush është kandidati tjetër? Për çfarë arsye ka nevojë kryeministri Kurti me zgjedh zonën Osmani? Çfarë stabiliteti i garanton kjo? Kur fare hiç. Kush është kandidati që garanton stabilitet për shembull? Ma mirë është me zgjedh një parti politike ose dy parti politike me u marrë vesh se ata i vinë se jo Partia Demokratike ka deklaruar që kandidaturën prej familjes Jashari e përkrojnë, nuk kanë dalë me emra të tjerë. Aleonca deri tash natyrisht Ramush Haradinaj ka qenë i përfolur. Lidhja Demokratike nuk ka kandidat. Kush do të jetë kandidat? Politike, stabilitet politik i garanton edhe PDK. Talëm zonën e Ajupit lutem. Kush mund të jetë kandidati që siguron stabilitetin? Te përshtojmë zonën Osmani. Urna? Ajo unë e Jupi atë. Ska lidhje të bërë. Zonja Ajupi, jepi. E Jupi Ajzera i zonja.